Temperaturat mëngjesin e së hënës u ulën në minus se për këtë mësimi në shkollën e mesme ekonomike në Gjilan vazhdoi me orar të shkurtuar 30 minuta. Edhe ndërrimi i pasditës që janë nxënësit e mjekësisë vazhdojnë mësimin me gjysmë orare. Situatë e njëjtë për shkak të mungesës së furnizimit me dru është edhe në gjimnazin natyror. Drejtori i shkollës thotë se presin që situata të stabilizohet. Javën e parë kena pas probleme, për dru nuk kena mjaftu shumë, po nuk kena mungesë. Shpresojmë se edhe prap do të vinë, sa i përket nxemjes edhe shkollës, është hapësirë e madhe, edhe probleme kryesore kena me drejtorit që realisht janë deformuar dhe po kena probleme. Ai thot se në këtë shkollë nga pasditja synohet të kthehen me orar të rregullt për shkak se temperaturat janë më të larta. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës në Gjilan që janë opozit thonë se partia në pushtet ka dështuar për të bërë furnizimin me dru me kohë. Gjithashtu edhe në objektin administratës komunale, është një gjendje alarmante, mund të shikosh në secilën zyre ke nga 4-5 ngrose, nxemse, dhe është një çelëditje totale e pushtetit komunal rreth menaxhimit të kësaj situate. E gjithë kjo mendojmë është rezultat i harlisjes kryetarit para zgjedhjeve që një vit bëri investime pa planifikuara, shkelje kontratën kornizë. Dugagjini ka pyetur për këtë çështje në komunën e Gjilanit, por ata nuk janë përgjigjur. Pyetjeve dhe interesimit të televizionit nuk i është përgjigjur as ushtruesi i detyrës së drejtorit të arsimit në Gjilan Luan Kastrati.